Në Gjermani kërkohet të kthehen dhe sirianët, ardhja masive të cilëve 10 vjet më parë kanë ndryshuar peizazhin politik dhe social në Gjermani. Por do të jetë mundur adhesimi i rreth 1 milion sirianëve të ardhur në Gjermani për të mësuar më shumë. Lidhem tani me Auron Dodin nga Deutsche Welle. Auron, përshëndetje. Çfarë u kërkoi sirianëve në Gjermani dhe kush u kërkon? Përshëndetje. Shkëndijën debati për kthimin e sirianëve e mori nga një deklaratë e ministrit të jashtëm Johan Vadeful. Vadefuli vizitoi një periferi të shkatruar të Damaskut në Siri dhe u shpreh i prekur nga ajo që pa. Pas kësaj ai vuri në dyshim që përballë masës së shkatrimeve atje do të kthehej në plan afatshkurtër vullnetarisht një numër i madh refugjatësh. Ai shtoi se megjithatë duhet kthehen nga Gjermania në Siri rastet shumë të pakta të kriminalëve vërtet të rëndë. Por kjo u interpretua në Gjermani si vënie pikpyetje të kthimit të gjithë sirianëve nga Gjermania në atë. Prandaj, ministri i brendshëm Alexander Dobrindt deklaroi se ne jemi në proces në përgatitjes së riadhesimeve në Siri. Dobrindt tha se duhet të lehtësohet presioni mbi komunat, qendrat e kujdesit ditor dhe shkollat. Edhe më qartë u shpreh kancelari Friedrich Merz. Ai solli në mend se lufta civile në Siri ka mbaruar. Tani nuk ka absolutisht asnjë bazë për azil në Gjermani, dhe për këtë arsye ne mund të fillojmë riadhesimin. Merzi madje shtoi se ata që refuzojnë të kthehen sigurisht mund të dëbohen në të ardhmen e afërt. Mirë, a u kërkohet vetëm kthimi i azilkërkuesve të refuzuar dhe kriminalëve sirianë apo i të gjithë sirianëve në fakt? Plan konkret deri tani qeveria gjermane dhe Ministria e Brendshme, sipas mediave, kanë vetëm për kriminalët sirianë dhe ata që konsiderohen kërcënim për sigurinë publike. Ata duhet kthehen sa më shpejt të mundur. Kështu kërkon dhe marrëveshja e koalicionit qeveritar. Por te CDU-CSU-ja ka kërkesa që të kthehen atë dhe sirianët që nuk kanë kryer ndonjë krim, për ndihmuar rindërtimin e Sirisë. Ministri i jashtëm Vadeful e quajti në një deklaratë të mëvonshme interes legjitim të Gjermanisë që njerëzit që u është dhënë strehim këtu, për cilët taksapaguesit gjerman kanë paguar, të jenë të gatshëm të kthehen kur nuk kanë gjetur punë këtu. Shumica e sirianëve dihet që kanë ardhur në Gjermani pas vitit 2015, pasi Gjermania u hapi dyert. Atëherë Gjermania u pasi një model humanitar për botën. Pse kjo frym pikërisht tani ndaj sirianëve? Shkas për ashpërsimin e deklaratave janë sondazhet, jo veçanërisht sirianët, si grup popullate. Sondazhet janë brutale për partitë në qeveri. Pranoi kryetari i grupit parlamentar të CDU-s Jens Spahn në një intervistë që nga shkurti partitë në qeveri CDU-CSU dhe SPD kanë rënje. CDU-CSU-ja kanë rënë 4.5%, SPD-ja, Socialdemokratët, kanë rënë 2.4%, kurse partia e ekstremit të djathtë AFD ka shtuar 5.2%. Kjo sipas sondazhit të së martës të Institutit Demoskopik Forza, ku partia e ekstremit të djathtë AFD-ja merr 26%, CDU-CSU-ja merr 24% dhe SPD-ja, Socialdemokratët, marrin 14%. Një shumicë e qartë e gjermanëve, 76%, mbetet e pakënaqur ose shumë e pakënaqur me punën e qeverisë. Gazeta konservatore Die Welt pyeti nëse kancelari Merz ka zgjedhur rrugën e presidentit francez Macron, frikë nga reformat konsekuente, me gjithë deklaratat e forta. Ka nervozizëm mes partnerëve të koalicionit, siç e pam dhe në debatin për pamjen e qyteteve, pra se kush e ndikon negativisht pamjen e tyre. Gazeta me drejtim të majt, Süddeutsche Zeitung, shtroi madje pyetjen, a do të shpërbëhet para kohë qeveria, apo do të mbaj edhe 4 vjete. A luajnë rol për debatet dhe atentatet e kryera nga të huajt në Gjermani? Ardhja e mbi 1 milion refugjatëve sirian, afganas dhe të tjerë para 10 vjetëve e ndryshoi Gjermaninë. Sipas këndvështrimeve, e pasuroi ose e polarizoi. Në Gjermani erdhën kryesisht musliman arab, të ndryshëm nga muslimanët turq, që Gjermania i njihte. Më kujtohet një deklaratë e ministrit të atëhershëm të brendshëm të Gjermanisë Thomas de Maizière. Ai tha se francezët i kishin thënë: "Shikoni, muslimanët arab janë ndryshe." Me një moshë mesatare 26 vjeç, me angazhimin në jetën e qyteteve dhe në profesione me mungesa në Gjermani, për mbështetësit e migrimit, sirianët kanë ndikuar pozitivisht në jetën në Gjermani.
Por kritikët thonë se migrimi prej vitit 2015 solli në Gjermani edhe mendësinë e vendeve të origjinës së migrantëve. Për të marrë një shembull, më parë në Gjermani nuk ka pasur demonstrata kaq fuqishme pro-palestineze dhe kundër Izraelit, siç pati pas ngjarjeve në Gazë. Sa sirian ka sot në Gjermani dhe sa janë integruar ata? Në Gjermani jetojnë aktualisht rreth 950.000 sirian. Shumica kanë ardhur gjatë luftës civile në Siri dhe kanë status mbrojtje humanitare. Për sa i përket integrimit, prej sirianëve të ardhur punojnë 60%. Shifra e lartë e integrimit në tregun e punës, kur te gjermanët kjo shifër është 67%. A do ta humbasin sirianët statusin e mbrojtjes atje? Më lehtë mund të riadhetësohen sirianët me statusin e qëndrimit i duruar, Duldung. Janë rreth 10.000 të tillë. Para një riadhetësimi, Zyra Federale për Migrimin dhe Refugjatët shqyrton nëse kthimin e pengon për shembull gjendja shëndetësore e personit. Pastaj është zyra e të huajve, autoritetet e migrimit, që kontrollon nëse kundër kthimit flet një integrim i mirë i migrantit. Arsimimi i tij, punësimi ose shkaqe sociale, si integrimi i fëmijëve të tij në shkolla. A ka patur ndonjë reagim nga sirianët në Gjermani pas këtij diskutimi? Deri tani ka pasur pak reagime. Me sa duket komuniteti sirian këtu pret konkretizimin e debatit. Një mjek me shtetësi siriane dhe gjermane shprehu në stacionin publik radiofonik VDR5 një lloj zhgënjimi nga kërkesa për kthim. Ai tha se u bën thirrje bashkëkombëve të tij të kthehej në Siri. Por njëkohësisht paralajmëroi se pastaj ta shoh Gjermania se do t'ia dalë pa sirianët në profesione kyçe. Ai akuzoi për sjellje ideologjike drejtues të CDU-s. Në fakt, fillimin e ndryshimit të statusit sirianëve e nisi qeveria e kaluar gjermane, pasi ndryshoi situata në Siri. Edhe sot, si atëherë, populli vazhdon të shohë dy probleme qendrore në Gjermani: migrimin dhe ekonominë. Mirë, faleminderit Auron Dodi. Shohim tani informacionet nga sporti. Ylber Ramadani